Në ciklin të njohim Shqipërinë, po ju njohim me Dardhë, një thesar mes maleve të Korçës. Përshëndetje miq të dashur të radios. Sot ju ftoj të bëjmë një udhëtim të veçantë mes maleve të Korçës, në një fshat që ka ruajtur me krenari historinë, traditat dhe kulturën e tij për shekuj me radhë. Flasim për Dardhën, këtë perlë të fshehur në juglindje të Shqipërisë, ku natyra, arkitektura dhe historia ndërthure në një mënyrë magjike. Dardha është një nga fshatrat më të veçantë të Shqipërisë, i vendosur rreth 19 kilometra larg Korçës, në një lartësi mbidetare prej 1344 metrash. Ajri i pastër, malet e larta dhe shtëpitë e gurta të japin ndjesinë sikur ke udhëtuar në kohë, në një Shqipëri të vjetër dhe autentike. Sipas gojëdhënave, fshati mori emrin nga një dardhë e egër që rritej pranë një stani, ku u vendosën banorët e parë. Emri te stani në Dardhë u shkurtua më pas në Dardhë, duke mbetur i tillë deri në ditët e sotme. Dardha ka një histori të gjatë që daton rreth 3 shekuj më parë. Themeluesit e saj ishin familje që kërkonin të shpëtonin përsekutimit Osman për shkak të fesë. Ky fshat ka qenë një nga vatrat e rëndësishme të kulturës dhe arsimit në juglindje të vendit. Në vitin 1768, këtu u hap një shkollë greke, një dëshmi e qartë e përkushtimit të banorëve për dijen dhe edukimin, sepse siç dihet, gjuha shqipe ishte ndaluar rreptësisht nga osmanët që të shkruhej dhe lexohej. Në fillim të shekullit 20, Dardha numëronte rreth 400 shtëpi dhe një popullsi prej mbi 1400 banorësh. Ata ishin të njohur për mjeshtërinë e tyre në punimin e drurit, qylymave dhe prodhimin e kostumeve tradicionale. Nuk ishte rastësi që shprehja së pata e dardharit u bë sinonim i mjeshtërisë dhe punës së palodhur. Nëse ndalemi në trashëgimin kulturore, do të shohim se Dardha ka nxjerrë një numër të madh artistësh dhe mjeshtërish të artit. 24 piktor ikonograf dhe 12 fotograf kanë lindur në këtë fshat të vogël, mes tyre Jani Zengo, Pero Kaçauni, Thimi Raci dhe të tjerë, të cilët lanë gjumë të pashlyeshme në historinë e artit shqiptar. Një element tjetër i veçantë është vallja dardhare, një nga vallet më elegante dhe energjike të Shqipërisë. E veshur me ngjyrat kuqezi, veshja tradicionale e Dardhës ka një simbolik të thellë dhe mbetet një krenari për banorët e saj. Sot, Dardha është një destinacion i njohur turistik, e famshme për rrugicat e saj me kaldrëm, krojet me ujë të ftohtë dhe shtëpitë tradicionale me çati guri. Fshati është një vend i përkryer për ata që duan të përjetojnë magjinë e një Shqipërie të lashtë. Gjatë dimrit, Dardha bëhet një parajs për dashamirësit e sporteve dimërore. Me pistën e vet të skive dhe rrugicat e mbuluara nga bora, ajo ofron një pamje mahnitëse që të kujton fshatrat alpine të Europës. Sigurisht, një udhëtim në Dardhë nuk do të ishte i plot pa shijuar gatimet e saj tradicionale. Lakrori me 2 peti pjekur në saç është një ndër specialitetet më të kërkuara. Po ashtu, rakia e kumbullave të egra, turshit e shishme dhe pastermaja e thatë janë pjesë e pandashme e tavolinave dardhare. Fatkeqësisht, si shumë fshatra të tjerë shqiptar, edhe Dardha ka vuajtur nga emigracioni. Sot, në fshat jetojnë vetëm 12 familje gjatë gjithë vitit, ndërsa shumica e banorëve të dikurshëm janë shpërndarë në qytete të tjera apo jashtë vendit. Megjithatë, gjatë stinës së verës dhe festave, fshati gjallërohet nga vizitorët dhe dardharët që kthehen për të festuar dhe kujtuar rënjët e tyre. Dardha mbetet një thesar i çmuar, një vend ku historia dhe tradita jetojnë ende mes rrugicave të gurta dhe ajrit të pastër malor. Për ata që duan të zbulojnë një Shqipëri autentike, Dardha është padyshim një nga vendet që duhet vizituar. Dhe kështu, miq të dashur, përfundojmë këtë udhëtim të vogël mes maleve të Korçës. Nëse ndonjëherë dëshironi të ndjeni aromën e ajrit të pastër, të dëgjoni tingujt e natyrës dhe të shihoni traditat më të pasura të vendit tonë, atëherë mos hezitoni të vizitoni Dardhën. Aty, mes malit dhe qiellit, do të ndjeni vërtet çfarë do të thotë të jesh shqiptar. Faleminderit që qëndruat me ne në këtë udhëtim radiofonik. Deri herën tjetër, qëndroni me Bruco Broadcast Radio, aty ku historia dhe emocionet takohen. Unë jam Isabela dhe kjo është Bruco Broadcast Radio. Miru dëgjofshim përsëri.